Antifidit Roots përkthehet shqip rrënjët e pamposhtura. Ata shikojmë trailerin që të kallëzojmë. E shikojmë. Kështjeni është edhe Diogardi këtu, filmi bazuar në ngjarje të vërtetë për Kosovën tonë të dashur, i bazuar në përjetimet e dëshmitarëve shqiptar të Kosovës dhe tregimet që i ka përjetu Josef Diogardi. O që ashtu? Dhe jo vetëm. Atëherë kjo është një përmbledhje e disa ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur në Kosovë dhe qëllimi i këtij filmi është për t'i treguar botës, se ne shqiptarët dimë, po për t'i treguar botës të gjitha krimet dhe masakrat që ka bërë makineria ushtarake policore serbe në Kosovë. Një tjetër fakt i rëndësishëm është evidentimi i backgroundit politik që kongresmeni Joe Diogardi ka kaluar që Kosova tjetë sot kjo që është një shtet i pavarur dhe sovran. Evidentohen vrasjet, aktiviteti i atletarëve shqiptar në diasporë, krimet serbe për zhdukjen e tyre, atletarë shqiptarë që janë vrarë në Bruxelles, në Gjermani, heroizmi i femrave shqiptare gjatë luftës Kosovës. Dhe një tjetër fenomen është edhe heroizmi i gazetarëve, kameramanëve, të cilët kanë bërë një shërbim të jashtëzakonshëm për historinë e popullit shqiptar dhe për evidentimin e krimeve serbe gjatë masakrave që janë bërë në Kosovë. Kur bëhet filmi? Jemi në fazën një film shumë i vështirë. Një film edhe që kërkon një buxhet shumë të madh dhe një mbështetje gjithë popullore shqiptare. Ky film i kalon mundësitë e mia personale. Edhe filmi Mundije ka qenë shumë i vështirë në kohë, por e kam marrë përsipër për ta bërë vetë dhe e arrita, ndërsa filmi i Kosovës është për mua shumë i ndjeshëm, sa nuk guxoj ta preki për ndjeshmërinë që ka mund ndaj asaj lufte, sepse duhet të bërë në mënyrën që e meriton Kosova, të nxjerrë në mënyrën më të mirë të mundshme të gjitha krimet dhe masakrat që ka bërë Serbia, dhe jo vetëm të evidentohen, por opinioni publik ndërkombëtar ta dënoje shtetin serb, por edhe popullin serb, për çfarë vujtjesh i ka bërë popullit shqiptar. Ky film tregon një problem gjenetik që kanë serbët. Nuk është çështja vetëm e vujtjeve që kanë parë dhe krimeve që kanë bërë në Kosovë. Unë e kam përjetuar në familje masakrat e Serbisë. Nga lokja, unë jam rrit me historitë e nanës babës, lokës time, se çfarë kanë bërë serbët, dhe si kanë nxjerrë fëmijët nga barku i nanave dhe i kanë ngulur nëpër hujt e gardhit, dhe i kanë detyruar burrat e familjeve të kthehen dhe të këmbehen me gratë e shpëtuara dhe me femrat e përdhunuara. I kanë detyruar të kthehen burrat, t'i vrasin dhe të shpëtojnë gratë, që të mbjetohej popullsia. Dhe populli i Kosovës nuk e din këtë. Dhe këtë e ka përjetuar mbi lëkurë populli i Lumës. Dhe prandaj e mbaj me nder emrin Ilir Luma, sepse ka shumë lidhje. Dhe kombinimi i këtyre do të tregoje këto lloj masakrash që fatkeqësisht nuk arrit ta kuptoj se si mundet me qenë populli i Kosovës kaq i pandjeshëm. Qysh i pandjeshëm? Është larg imagjinatës time, ndoshta edhe pamundësi për ta përshkruajtur se si ka mundësi mbas vetëm 25 vjetësh, kur unë shfaq këtë projekt filmik për vujtjet tuaja, fëmijëve tuaja që shumë familje i kanë plagët akoma, i vujnë çdo ditë sa herë që u mungon një fëmijë në sofër. Dhe nuk vin jo vetëm për ta mbështetur filmin Mundije, që çdo buxhet i mbledhur nga ky film do shkojë te filmi i Kosovës, por edhe kur bën një konferencë shtypi nuk të vjen asnjë, zero, asnjë nga qeveria e Kosovës, asnjë nga qendra kinematografike e filmit, të cilët paguhen me taksat e këtyre familjeve që kanë humbur fëmijët e tyre në luftën e Kosovës dhe e kanë detyrim, jo vetëm moral, por edhe ligjor,
që me këta taksa që ato paguën dhe ushqen fëmijët e tyre kur shkojnë darkë të shtëpia dhe nuk e kuptojnë që pjesë e atij ushqimi është gjaku i atyre fëmijëve që kanë rënë luftën e Kosovës. Kam filluar një mision dhe shkojnë në të gjitha ambasadat e Kosovës, që nga New Yorku, Londra, Brukseli, Gjermania, për të kërkuar mbështetje për filmin e Kosovës. Deri sot, 0. Ju kam dërgu mbi 1000 emaile bizneseve shqiptare që ta mbështesin filmin e Kosovës. Asnjë reagim. Atëra nuk është koha që të bëjmë një film mas 25 vitesh, kur Serbia deri tash ka bërë 10 filma duke propagandu gënjeshtra, sikur të masakruarit pas kanë vrarë fëmijët, gratë, pas kanë vrarë ushtarë serb. Okupatorët. 10 filma me buxhetin e Serbisë për të propaganduar mashtrime.